Ati nga Shijaku. Këtu, me sa shofun, po flitet vetëm për politikë. Asi gjë për ndarjen territoriale, asi gjë për shërbimet dhe asi gjë për të ardhurët ekonomike të bashkisë. Unë kam qenë pjesëmarrës edhe në vitin 2014 dhe kam folur atëherë se si mund ndahet një bashki. Një bashki ndahet nga territori gjeografik, ndahet nga resurset që ka dhe ndahet sa të ardhura mund t'i rritet kësaj bashkie ekonomia. Pra, Shijaku ka pas një zhvillim të jashtëzakonshëm nga viti 2015 e sot. S'mund të krahasohet me këtë ndarje. Në kohën e komunave janë asfaltuar vetëm disa rrugë fshati, por asnjë ndërtim social-kulturor. Sot kemi një palat kulture që nuk e ka Shqipëria, një palat kulture historik. Kemi ndërtuar, nuk flas një koleksionist, një etnograf. Janë ndërtu 30 e sa pallate, janë ndërtu 806 shtëpia të reja, nuk mund t'imagjinohet. Janë ndërtu gjithë rrugët e fshatrave. Dhe sot besoj se ka ardhur rasti që Shijaku, nëse do ketë lëvizje, të marrë dhe ishmin, të marrë deri në Bregdet, sepse këto i ka pas qysh nga 1910 deri 1946. Pra, ndarja e bashkisë në madhësi nuk ka të bëjë me të ardhmen. Ne kemi nevojë për rritjen e shërbimeve dhe shërbimet në Shijak janë rritur shumë herë.